dua të falenderoj Zotin për këtë ditë të sotme dhe për këtë ngjarje shumë të veçantë që po e bëjmë bekimin e kësaj kishe këtu të bukur, e cila është dhuratë prej Lek Gjolaj me familje, e cilin përzemërsisht e falenderoj për këtë dhuratë të madhe që ja ka bërë Argjipeshvist i Varit, kishës tonë Malci në këto troje e këtij vendi. E bekume kishën e re, kushtuar shajtit Shënkoll. Këtë kjo kishë, që dini, është ba me fejë për donacionet e Lek Gjolaj me familjen e tina. Lek, nuk është kjo e para herë që një moni, keni një mua gjithmonë, keni një mua e keni kena hapër çdo projekti që banë Malci, qoftë në kisha, qoftë projekte të tjera nga më ndryshme, por tashmë ke realizuar si një ëndër zemrës tane. Që ke dashur me pa një kishë Shënkollin në linjën tane, aty ku fëmijët tane, rinin tane e ke lut shajtin Shënkoll. Shënkollit një moftë ju, familjes tuaj, rinis tuaj, kretë familjes tuaj. Gjithashtu vëllezër modra dim se restorani Lex në Gjorg është ba prehje e qëndrim për jo dhe për një malësort, por për gjithë shqiptarisë. Tërse ne këtë falenderoj se sa herë ka arë çdo meshtar të ti ka keni në rumë e respektuam, edhe herë Zoti ta ktheft me të mirat e veta. Ata nuk ishin thjesht mësues, ata ishin misionar të dijes, mbrojtës të gjuhës shqipe dhe luftëtar të heshtur të identitetit kombëtar. Ata e kuptuan se një kom nuk ndërtohet vetëm me armë e beteja, por edhe me shkollë, me dije dhe me edukim. Prandaj sot, duke ndëruar këtë vepër të besimit, nderojmë edhe atë trashëgimi të madhe të dijes dhe kulturës që luari i ka lënë Malcisë së Madhe. Në këtë ditë të bekuar, mirënjohjeje jonë me e madhe dhe me e thellë shkon për zotni Lek Gjolaj, një birë të denjë të kësaj treve, i cili dëshmoj se dashuria për vendlindjen nuk matet me fjalë, por me vepra. Ai ka treguar se njeriu arrin mallështinë e vërtet atëherë kur një pjesë të suksesit dhe të mirësisë së tij i ia kthen vendit që e lindi dhe e rriti. Me këtë vepër fisnike, zotni Lek Gjolaj nuk ka ndërtuar vetëm një kishë, ai ka ngritur një simbol të dashurisë për vendlindjen, një dëshmi të bujarisë shqiptare dhe një trashëgimi që do të flasë për të edhe shumë vite e breza me pas. Shumë i nderuri i përndeshemi shkësia juaj në Zot Rok Gjoneshaj. Mirë se ju ka sjell Zoti në këtë tokë luharit, në këtë tokë treve lirë ardhnore të Malcisë së Madhe. Është kënaqësi dhe nder i veçantë që meshën e përurimit të kishës së Shënkollit ku drejtohet ju. Është prekri i tivarit për të gjithë kontributet tuaja, shpirtnore, kombëtare dhe baritore, ju rënditni sot dhe klerikët më të nderuam në botën shqiptare. Në përkushtimin dhe veprën tuaj, keni fituar respekt në selin shenjtë, në dashurinë e popullit shqiptar ku ditë që jena. Shumë malësor janë gëzuar kur ka një gjua se këtë mesh të madhe dhe të shenjtë do të celebroni ju. Kom kënaqësi të veçantë të përshëndes edhe klerik të anë Malcisë, të cilët nuk kursyen kohën në angazhimin e tyre gjatë gjithë procesit të ndërtimit të kësaj kishë. Një falenderimin e veçantë i tokon atë Mirash Marinaj për kushtimin dhe mbështetjen e tina. Po ashtu, mirënjohje e veçantë shkon për kushinin ton, Anton Gjonin Perkaj, i cili nga dita e parë e punimeve tregoi kujdes vazhdueshme që kjo kishë të ndërtohet sa më e bukur dhe sa më e mirë. Faleminderit Anton dhe mbar familjes suaj. Edhe ju bashkëbrendas,
bashkëdhëtar të nderuar, meritorin të lëvinderimet më të sinqerta për pjesëmarrjen juaj në këtë mesh prorose. Kisha e shënkovit në luhar është shtëpia juaj, shpirtënore dhe do të jetë gjithmonë në shërbim të komunitetit, në çdo nevojë dhe rast. Pjesëmarrja kaq e madhe dëshmon respektin dhe dashurinë tuaj për këtë tempull të shenjtë. Shfrytëzoj këtë rast të falenderoj diasporën tonë, e cila po merr pjesë në këtë ceremoni të rëndësishme fetare dhe kombëtare. Gjithashtu falenderoj mediat e pranishme të cilat po përcjellin këtë ngjarje. Falenderoj personalisht udhëheqësit tanë të pranishëm, si dhe gjithë ata që erën të na nderojnë e të përshëndetin të tyre në këtë rast. Po ashtu falenderoj shoqatën e të jeshit Besa, antarët të cilët erën në i pretenduar të tyre shkëlqyeshme të zbukuruar mbrëmjen. Ju njoftoj se pjesëmarrja e tyre ishte pa pagesë. Në fund përshëndes mjeshtrin e madh të këngës vallën tonë Legle Dukaj, edhe një herë ju falenderoj të gjithëve nga zemra për praninë dhe mbështetjen tuaj. Zoti ju bekot gjithëve.